Salam aleikum, hoxh, a është haram me ndru gjinin? Unë e di se është haram. Aleikum salam. Atër mas e dim, së po pytë. Allahu Gjelleshan është ai i cili përcakton gjinin e krijesave të tij. I vetmi që ka drejt, po tham kështu më përzi në këtë çështje është Zoti. Për arsye se ai është krijuesi. Allah ka përmend në Kur'an se këndo apo kujt do i fal vajza, kujt do i fal djem, kujt do i fal vajza dhe djem. Domethënë i ka përcaktuar Zoti gjinit. Këto janë dy gjinit që Zoti ka përcaktuar. Pastaj kur Allahu Gjelleshanu i ka dhënë jetë Iblisit deri në Kiamet, Iblisi ka treguar një prej sebepeve çka don me bën të ardhmen e tij. Ka përmend te kafshët ka thonë kanë me ndru, domethënë me prej veshët e me ndru atë krimtarin. Pashtu ka përmend Zoti Azza wa Jall, ka thonë domethënë ka treguar për Iblisin, ka thonë Allah edhe e ndryshojnë krimtarinë e Allahut, apo do ta ndryshoj ai krimtarinë, domethënë do t'i bind njerëzit që diçka që ka kriju Zoti perfekte, njeriu më koni pa kënaqur më shumë me ndryshu. Tash ndryshimi i kësaj krimtarie, qoftë dikush duke shku natyrën e vet, për shembull i ka veshët, qoftë edhe i pren veshët, qoftë edhe e shpon buzën, qoftë edhe i nxjerr dy brina këtu sikurse sipas tyne të shejtanit, se ata normal nuk kanë që kanë pa shejtanin. E kështu me radhë më ty ndru ato gjëra që s'ban me ndru në krimtari, deri aty sa me mri edhe me ndru edhe gjinin. Çfarë themi? Gjinia njerit është në dy aspekte duhet më kuptu. Aspekti i brendshëm, ai i ADN-s, i qelizave të brendshme, i natyrshmërisë, psikologjisë, mentalitetit, edhe pjesa e jashtme. Pjesa e jashtme janë disa dekore të trupit. E qëto, njeriu është prej harameve të mëdha ndrimi i gjinis. Por në kuptimin ndrimi i gjinis kuptojeni se gjinia mrenda në ADN-n e insanit edhe ajo në dekorin e jashtëm. Ata të cilët pretendojnë se e ka ndru gjinin, ata vetëm i ka ndru dekorin e jashtëm. Dikush e kanë mashkull me mjekër, ka shku edhe ka bën që ashtu fytyrën që mos më i dal mjekra. Ose një pjesë të trupit e ka shtu ose e ka hek. Ka bën dekor në trupin, por qelizat e tij, intuita, mbrëmësia e tij, që ati mashkullit që do më bë si femën, është e mashkullit. Këto nuk po tham unë, po thot shkenca. Lexoni, prandaj themi, prej me koni pa kënaqur me ato që ka caktuar Zoti është haram prej mëkatet të mëdha. Nëse pastaj çohet të thotë sa është kjo kur gjë Zoti, çfarë Zoti, atëherë kjo ka lënë edhe në kufër. Këshillojmë që me pas kujdes